që sapo kanë firmosur në fakt propozimin pas përfundimit të procesit të marrjes mendimeve nga institucionet përgjithëse, përfshirë këtu organin e akuzës, për amnistinë penale, duke dërguar këtë propozim për akt ligjor në Këshillin e Ministrave dhe shpresoj shumë shpejt të kemi miratimin e aktit në mbledhjen e qeverisë dhe më pas depozitimin në kuvend. Për interesin tuaj, duat të theksoj këtu që është një kategori shumë e madhe personësh të cilët përfitojnë nga shifrat paraprake, të përcjella edhe nga organi i akuzës, duke përfshirë dhe procedimet e vitit 2024. Do të thoya që numri i përfituesve është shumë i lartë, më shumë se 10.000 shtetet shqiptarë të cilët përfitojnë, dhe konkretisht, siç e kemi bërë me dje më herët, janë 1.280 persona të cilët aktualisht janë në sistemin penitenciar, që do të thotë 380 persona përfitojnë lirinë të menjëhershëm, më pas 900 të tjerë të cilët përfitojnë ulje dënimi, dhe me ndryshimet e fundit që u bën në draft nga ai i lançuar më herët, ku ne prezantuam në fund të dhjetorit dhe vullnetin e qeverisë shqiptare për shkruar me një akt të tillë human në favor të shumë shtetësve shqiptarë përfshirë gradhe të mitur, të cilët gjenden sot në qeli dhe ne nuk shohim më arsye që ato duhet të rinë aty, duke sjell këtu dhe faktin që kemi shumë të tjerë që përfitojnë nga shurja e ndjekjes penale,